po sikur personi që fiton një debat të mos ishte kurrë ai me faktet më të mira. Po sikur ata thjesht të kontrollonin kornizën frame përpara se debati të fillonte. Një gjuhëtar i quajtur George Lakoff kaloi dekada duke e studiuar këtë dhe ai e quajti teoria e kornizimit, framing theory. Ideja e tij kryesore është e thjeshtë dhe sapo ta shohësh, nuk mund ta çmësosh më. Çdo fjalë që zgjidhni aktivizon një strukturë të tërë supozimesh në mendjen e dëgjuesit përpara se të keni thënë diçka tjetër. Dhe ja shembulli që e bëri Lakoff i të famshëm. Kur një qeveri dëshiron të ulë taksat, ata nuk e quajnë atë një ulje taksash, tax cut. Ata e quajnë lehtësim taksash, tax relief. Dhe mendoni se çfarë nënkupton fjala lehtësim, lehtësim nga diçka e dhimbshme ose diçka e cilës jeni viktim, diçka nga e cila ju shpëton një hero. Në momentin që përdorni fjalën lehtësim, ju e keni kornizuar tashmë taksimin si një mundim për fatkeqësi. Dhe kushdo që kundërshton uljen e taksave tani po argumenton kundër lehtësimit të njerëzve nga dhimbja. Ata e humbën debatin përpara se të thoshin qoftë edhe një fjalë të vetme, sepse korniza ishte ngarkuar kundër tyre. Lakoff provoi se vetëm faktet rrallëherë ndryshojnë mendjet sepse faktet duhet të përshtaten brenda një kornize për të pasur kuptim. Nëse korniza nuk përshtatet, truri refuzon faktin, jo kornizën. Dhe kjo po ndodh vazhdimisht në politik, në marrëdhënie dhe në kokën tuaj. Fjalët që përdorni për të përshkruar problemet tuaja tashmë po vendosin se sa të zgjidhshme duken ato përpara se t'i keni menduar mirë. Kështu që, herën tjetër që e gjeni veten duke humbur një debat për të cilin e dini se keni të drejtë, mos kontrolloni faktet tuaja. Filloni të kontrolloni se brenda kornizës së kujt po debatoni. Reagimi filozofik, lufta për konstruksionin e realitetit. Kjo video prek në thelb njërin prej debateve më magjepse të filozofisë moderne dhe asaj të gjuhës. A e pasqyron gjuha realitetin apo gjuha e krijon atë? 1. Kufit e gjuhës dhe të botës, Wittgenstein. Filozofi i madh Ludwig Wittgenstein dikur shkroi: kufit e gjuhës sime nënkuptojnë kufit e botës sime. Kur dikush pranon kornizën e tjetrit në një debat, ai po pranon të hyjë në një botë të ndërtuar sipas rregullave të tjetrit. Fjalët nuk janë thjesht etiketa neutrale, ato vijnë me një bagazh të rënd metafizik. Nëse luani në fushën e konceptuar nga kundërshtari, ju keni pranuar humbjen përpara se të shënoni pikën e parë. 2. Perspektivizmi dhe zhdukja e fakteve. Nietzsche. Friedrich Nietzsche argumentonte se nuk ka fakte objektive, por vetëm perspektiva. Teoria e kornizimit e Lakoff i të vërteton këtë në mënyrë empirike. Truri ynë nuk është një kompjuter i ftohtë që grumbullon të dhëna, ai është një krijues tregimesh. Nëse një fakt i ri nuk përputhet me tregimin kornizën ton ekzistues, truri nuk e ndryshon tregimin, ai thjesht e fshin ose e keq interpreton faktin për të mbrojtur kornizën. 3. Pushteti përmes diskursit Foucault. Michel Foucault shpjegonte se pushteti më i madh në shoqëri nuk është ai që ushtrohet me dhunë fizike, por ai që kontrollon diskursin ki. Kushdo që ka fuqinë të përcaktojë se çfarë është normale, logjike apo lehtësim, si në shembullin e taksave, kontrollon vetë strukturën e mendimit shoqëror. Përfundim, si të çliroheni nga korniza? Nga pikpamja filozofike, zgjidhja nuk është të gjeni më shumë fakte për të hedhur poshtë argumentin e tjetrit. Zgjidhja është dekonstruksioni. Ju duhet të refuzoni të përdorni fjalët e tyre. Nëse dikush ju pyet pse po kundërshtoni lehtësimin e taksave, përgjigja nuk duhet të jetë një tabel me statistika ekonomike. Përgjigja filozofike duhet të jetë: unë nuk po kundërshtoj lehtësimin, unë po mbroj investimin në shoqëri. Pra, pyetja juaj është e ndërtuar gabim.